Dy qeveritë shqiptare, ajo e Tiranës dhe e Prishtinës, zhvilluan në Tiranë mbledhjen e dytë të përbashkët, pas asaj të zhvilluar një vit më parë në Prizren. Në muzikën e dy himneve kombëtare të Kosovës dhe Shqipërisë, dy kryeministrat Edi Rama dhe Isa Mustafa çelën ceremoninë zyrtare të pritjes së delegacionit të Kosovës në Pallatin e Kongreseve. Dy kabinetet qeveritare ju drejtuan ambienteve të brendshme të Pallatit të Kongreseve. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, mbajti fjalën përshëndetëse, ku theksin e vuri tek bashkëpunimi që konsolidon procesin e bashkimit kombëtar brenda Bashkimit Evropian. Rama foli me tone të ashpra kundrejt Bashkimit Evropian, duke u shprehur se është një turp për BE-n që Kosova lihet në regjimin e vizave. Regjimi i vizave sot në Kosovë është një padrejtësi cinike ndaj Kosovës dhe kjo padrejtësi duhet marrë fund një orë më parë. Mbajtja e Kosovës nën regjimin e vizave është turp për Bashkimin Evropian. Ndërsa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nënvizoi se rruga e të dy vendeve është Bashkimi Evropian, ndërsa theksoi se është i nevojshëm një bashkëpunim edhe më i madh ekonomik mes të dy vendeve për të hequr barrierat që ekzistojnë ende. Për qeverinë cilin unë e drejtoj, prioritet mbetet bashkëpunimi me Shqipërinë. Për Kosovën është jashtëzakonisht e rëndësishme që sa më shpejt që është e mundur të arrijë marrëveshjen për liberalizimin e vizave. Me këtë marrëveshje do të largohet ndjenja e izolimit e cila rëndon mbi qytetarët e Kosovës. Më pas agenda vijoi me prezantimin e partneritetit strategjik nga ministrat e jashtëm Ditmir Bushati dhe i Kosovës Hashim Thaçi dhe me nënshkrimin e 11 marrëveshjeve dhe memorandumeve mes dy vendeve në ekonomi, tregti, bujqësi, siguri dhe arsim. Në konferencën për shtyp, Rama analizoi dobitë që sjell në marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë secila marrëveshje. Marrëveshjet e sapo nënshkruara mbulojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë, në kontrollin e brendshëm dhe kontrollin e kufirit. Jemi shumë të vendosur që brenda vitit të heqim të gjitha barierat e natyrës administrative dhe të njësojmë dokumentat zyrtar të nevojshëm për tregtin. Për kreun e qeverisë së Kosovës Isa Mustafa, këto marrëveshje kanë rëndësi të veçantë pasi sipas tij po fillojnë të zgjidhen shumë probleme që kanë penguar qytetarët dhe bizneset e të dy vendeve. Ne arritëm të nënshkruajmë disa prej marrëveshjeve, memorandumeve, protokoleve shumë të rëndësishme për ne, por edhe nga fakti se ne kështu po fillojmë të zgjidhim shumë nga problemet cilat i kanë shqetësuar qytetarët tanë, bizniset tona dhe ekonomitë tona gjatë kësaj periudhe. Motoja një tokë, një popull, një ëndër udhëhoqi mbledhjen e përbashkut ku në përfundim nuk mungoi as fotografia e dy qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës.